E pra të nderuar ndjekës të kanalit Monitor TV, edhe pak orë na ndajnë nga nata e sonte post Big Brother i parë. Çfarë do të ndodhën sonte? Sonte kjo natë pikërisht do të bazohet tek Gjesti dhe tek Egli. Gjesti dhe Egli do të flasin përfundimisht për marrëdhënien e tyre. Do kuptojmë në qoftë se kanë ndryshuar ndjenjat e tyre apo janë të vërteta. Tani nga kjo që ne po shohim dhe nga të gjitha këto pikpyetje që Egli dhe Gjesti në fakt kanë lënë pezull mes njëri tjetrit, nën kupton që në marrëdhënien e tyre dhe mund të ketë pak hatërmbetje. Tani në qoftë se Eglit po do të sqarohet sonte e gjitha, se besoj që Ledioni do të bën pyetje edhe për qëndrimin e nënës së Gjestit po në natën e finales, edhe për atë reagimin që ka bërë Blerina, si e ka marrë Egli dhe se si e ka përjetuar Egli këtë gjë. Më pas Gjesti dhe Egli do të flasin për dashurinë e tyre. Jam shumë i bindur që dhe Arbri dhe Neda do t'japin opinionet rreth kësaj marrëdhënie dhe rreth këtyre emocioneve, le të themi, të cilat janë pjesë e natës së sontme. Është një çift që u përfol jashtë mase shumë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Është një çift që prisnim një martesë jashtë shtëpisë, por sonte do të sqarohen të gjitha këto detaje një e për një, dhe Egli do të tregojë dhe qëndrimin e saj dhe do të tregojë dhe nëse ka ndonjë hatërmbetje, sepse po përfliteshte që Egli mund të mos ketë shkuar në mbrëmjen të Gjestit për këtë hatërmbetje. Duke qenë se Big Brother Post 1 është live sonte, do me thënë me patjetër që do të ketë edhe pyetje kushtuar natës së parë të Gjestit, ku shumica e banorëve të shtëpisë së Big Brotherit nuk ishin prezent. Do me thënë, sonte nuk janë të gjithë banorët ato që do të flasin. Do t'jenë vetëm finalistët, që në fakt është Egli, Gjesti, Laerti dhe Rozana, por mund t'jenë edhe 2-3 banorë të tjerë të cilët kanë qenë pjesë e të gjithë këtyre diskutimeve që përfshim Gertën edhe disa nga banorët e tjerë. Por në këtë mes sonte do sqarohen edhe shoqëritë. Është folur shumë për një marrëdhënie goxha të afërt me Rozanën edhe Laertin. Jam shumë i bindur duke i besuar mënyrës se si Neda Balluku për 3 muaj me radhë është munduar që të nxjerrën këto pikpyetjet në shesh. Do ta trajtojnë sonte si temë me patjetër dhe do ta diskutojnë sonte si histori këtë. Dua të di qëndrimin e Rozanës, sepse të paktën në mënyrën se si u interpretua kjo shoqëria brenda shtëpisë së Big Brotherit erdhi në një formë gënjeshtre, por sonte do të dalin të gjitha këto detajet. Do të ketë një përballje mes Laertit edhe Gjestit për të gjitha ato që Laerti ka thënë në Shqipëria Live bashkë me gazetaren Sidorela Gjoni, në të cilën është pyetur për fituesin. Laerti, sipas Laertit, ai tregon që Gjesti nuk duheshte të jetë fitues, por duheshte të jetë Laerti. Ka fituar analfabeti. Do të shohim banorët e tjera do ta përdorin marrëdhënien e Gjestit edhe të Eglit, se zakonisht në përpost Big Brother të mëhershëm është përdorur shumë. Kujtoj Olta në marrëdhënien e Kiarës dhe Luizit thonë që nuk është një marrëdhënie e vërtet, nuk është një marrëdhënie e qëndrueshme. Do të shohim se si do të jetë kjo marrëdhënie. Unë jam shumë i bindur që Gjesti nuk do të jep shumë detaje për marrëdhënien, por do të thotë që unë e respektoj Eglin ashtu siç e kam respektuar gjithmonë dhe do të mbaj po të njëjtin qëndrim që kam mbajtur brenda shtëpisë së Big Brotherit, ndërsa Egli mund të jetë pak edhe më zjarr natën e sontme në post Big Brother. Më pas, besoj që banorët tashmë kanë shikuar të gjitha video, do të kenë fatin të komentojnë ato se çfarë janë thënë, sepse kanë parë gjithçka, do të thënë çdo detaj e kanë tashmë të studiuar, se kush për kë si ka fol, çfarë ka fol dhe pse ka fol, dhe në këtë rast mendoj që Egli dhe Gjesti dhe të gjithë banorët e tjerë do të jenë në qendër të vëmendjes. Pikërisht për arsye që të mos ketë montazhe ashtu si Xhibani e ka quajtur gjithmonë, Ledion Liço së bashku me produksionin kanë përgatitur një super spektakël sonte, i cili besoj do të na mbërthen të gjithëve për ekrani për ta ndjekur dhe për ta parë këtë spektakël.
por më interesant janë në këtë mesazh sepse pritet ballafaqimi që do të jetë mes Eglit, Gjestit, Rozanës edhe Laertit. Do të shohim në qoftë se Egli do t'i del pro dhe do ta mbron Gjestin, apo Gjesti do të mbetet në mëshirën e fatit kundër drejt të gjithëve. Se nëse marrëdhënia e tyre ka krisje të vërtetë ashtu siç përflitet në për thashë themet, sepse janë të bazuar nga fakti pse nuk poston një foto, pse nuk nxjerrë një reels, me patjetër Gjesti do ta ketë shumë të vështirë përballjen me të gjithë banorët e tjerë sonte, duke e kuptuar mlefin, inatin edhe urrëtitjen që kanë banorët e tjerë për arritjen e Gjestit.